se më kam bet merak të tregoj çik dinamikën e vërtet, se si rodhën ngjarjet dhe se si ishte xhiruar video këtu në realitet duke treguar vendet. Fillimisht ndodhesha këtu. Kjo është tabela e vendosur këtu që dalon parkimin e automjeteve. Dhe që nga shkallët këtu edhe më tutje ishin parkuar automjeti i kryeministrit, makina, gardistët e të gjithë. Dhe unë afrohem me këmbë të kjo rruga, me qeskën e fiqve në dorë, se u botani si telerovel fiq, dhe dal pikërisht këtu, të kjo shtylla këtu, me qëndruar këtu, kthej kamerën të tavolinë e parë, që ju mund të shikoni aty, kjo tavolinë e parë këtu, që kishte edhe njerëz tjerë në lokal, kjo tavolinë e parë këtu, ishte kryeministri, ulur me lindën dhe me djalin. Gjithë lokali ishte plot, këtu është një vend publik, nuk është një vend privat. Problemi im nuk ishte që t'i vjej gjobe Edi Ramës, kuptoni dhe një që nga ju, është sepse policia po masakron tërë fshati dhe turistat me gjoba, të gjegje zgjidhje të bëj një parkim. Dhe kjo ishte, dhe unë nëse u detyrova ti revoltuar, ishte që fjala ime të kishte efekt. Dhe sa i përket bullizimit, as kam përdorur as një fjalë, as për familjen e tij, as për gruan e tij dhe as për djalin e tij. Si mund t'i afrohesha unë kryeministrit nëse nuk do më lejonin bodyguardët? Bodyguardët dëgjuan që tha 4 herë, hajde ulu, hajde. Hajde ulu, hajde. Natyrisht unë isha i xeur dhe nuk dhe doja të ulesha, pse edhe të mund të isha ulur e ti kisha treguar tërë problemet e fshatit. Se si vendosen gjoba nga policia në mënyrë abuzive. Jo atje vetëm ku ja vën tabela, sepse një orë para se të vinte Rama e mbushën tërë fshatin. Doja që në Vuno të bëj një parkim, të gjej një zgjidhje. Shtëpit janë ngjitur në Vuno. Shikoj si janë, me kaldrëme që ngjitesh dhe sa për privatësinë, unë isha në një lokal publik. Isha në një lokal publik ku ulën njerëz, që shikoni edhe te video ime që ka postuar kryeministri, kishte njerëz të tjerë, mund të isha ulur të tavolina ngjitur dhe të flisja me vete me zë të lartë. Mund të isha mund të isha të tavolina ngjitur, mund të kisha fol me vete me zë të lartë, ose mund të kisha kënduar, kisha marrë një lapxhe, tundu moj beke bardhë tundu. Nuk shkova unë një ambient privat, nuk shkova unë as te vila në Surel, nuk shkova as te vila në Dhërmi. Ishte këtu në një ambient publik. Dhe mbi të gjitha, ju afrova dhe e besova se e kam kushuri dhe jo që 5 vjeç. Nda ju patronazhistët, se s'keni faj dhe ju tani, qa do bëni, për atë pun pagueni, mos u friksoni, se unë nuk i shkova si kryeministër, i shkova kushuririt tim, që e kam dhe nga nëna dhe nga baba. 5 vjeç, veni mblidhin, a ishte pak më i madh, po mblidhin fiq me të vllajën e tij këtu në Vuno, dhe flinte në Vuno dhe kalonte pushimet në një shtëpi, te shtëpia e gjyshit tim, se s'kishin shtëpi dhe jetonin aty bashkë. Ndaj ju që mendoni jo privatësia, jo djali, jo gruaja, i kam njohur gjitha gratë e Edi Ramës unë. Po ta kisha bullizuar, nuk do kisha asnjë frikë që t'ja thosha dhe ta përsërisja. Po postohet gjithë videon e re, postohet o mashtrus gjithë videon që ishte. Ngrita një problem për fshatin dhe ngrita një problem për banorët e tyre.